Në thundrat e vdekjes. Muavije ibn Ebu Sufjani radiallahu anhu. Muaviu radiallahu anhu qëndroi në Siri si emir për 20 vjet dhe si halif për 20 vjet të tjera. Ai kaloi nga një pozitë autoritetit në një pozitë tjetër. Kur ishte në momentet e vdekjes, ai u kërkoi të pranishmëve. Ti ndihmonin të ulej. Ai e përmendi Allahun dhe qau duke thënë: "Sot, o Muabi, po e kujton Zotin tënd, pasi të kaploj dobësia dhe shkatërimi. O Zot, o Zot, o Zot." Mëshiroje një mëkatar të plakur me një zemër mëkatare. Lehtësoja barrën e fajit. Falja gabimet dhe jepi durim atij, i cili nuk shpreson në dikë tjetër përveç në ty dhe nuk i mbështetet dikujt tjetër përveç teje. Atëherë i doli shpirti. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Bilal ibn Rebaha radiallahu anhu. Kur i erdhi vdekja Bilalit, bashkëshortja e tij i tha: "Jam e pikëlluar." Ai e largoi mbulesën nga fytyra derisa po e përjetonte agoninë e vdekjes dhe tha: "Duhet të thoni, jam e kënaqur. Nesër do t'i takoj më të dashurit, Muhammedin dhe shokët e tij." Ubade ibn Samiti radiallahu anhu. Kur Ubade ibn Samiti po vdiste, ai tha: "Mblidheni familjen dhe fëmijët. Mendoj se kjo do t'jetë dita e fundit në dynja dhe dita e parë në ahiret. Nuk e di nëse ju kam bërë ndonjë gjë të keqe me dhunë ose me gjuhë. Pasha Allahun, në ditën e ringjalljes do të merret haku. Kush ka për të marrë hak, le të marrë para se të më dalë shpirti." Ata thanë: "Sigurisht se ti ke qenë një baba i mirë." Ai përsëri pyeti: "A më keni falur çdo gjë që mund t'ju kem bërë?" Ata i thanë se kanë falur. Ai tha: "O Allah, dëshmo, sot shkruani testamentin tim për çdo njërin që po qan nga mesi juaj. Kur të shkoj shpirti im, merrni abdes si duhet. Pastaj secili prej jush le të hyjë në xhami, le të falë namaz dhe le të kërkoj falje për veten dhe për mua, sepse Allahu i lartësuar ka thënë: kërkoni ndihmën e Allahut me durim e me namaz. Kjo është një mend e vështirë, përveç se për të devotshmit." Kur'an El Bekare 45. Pastaj më shpejtoni për tek varri. Amir ibn Abdullah ibn Zubeiri. Amir ibn Abdullah ibn Zubeiri ishte në shtratin e vdekjes duke numëruar frymarrjet e fundit të tij në këtë jetë. Familja e tij ishte mbledhur rreth tij, qanin dhe pikëlloheshin për të kur dëgjua ezani i akşamit. Ai u tha atyre që i kishte përreth që ta dërgonin në xhami, përkundërse po i jetonte momentet e fundit dhe agonia e vdekjes kishte filluar ta shoqëronte. Ata i thanë: "Atë të dërgojmë kur ti je në këtë gjendje." Ai u përgjigj: "Subhanallah, i lartësuar qoftë Allahu, po e dëgjoj ezanin e të mos përgjigjem." Ata e bartën atë mbi supet e tyre. Ai fali 2 rekate me imamin dhe vdiq në sejdë. Po, ai vdiq derisa ishte në sejdë. Kush e fal namazin dhe mbetet i durueshëm me bindje ndaj krijuesit të tij, ai ia mundson të vdes në kënaqësi të tij. Abdul Malik ibn Mervani. Transmetohet se Abdul Malik ibn Mervanin e kishte shtrirë sëmundje për vdekje. Dhimbja e kishte kapluar dhe jeta ishte ngushtuar. Ai urdhëroi që t'i hapi dritarja dhomës. Kur e hapën, e pa një pastrues të varfër në dyqanin e tij. Abdul Malik u qau dhe tha: "Mjeri unë, si kur të kisha qenë në vend të atij pastruesi. Mjeri unë, si kur të kisha qenë zdrukthar.
Njeri unë, sikur të kisha qenë hamal. Njeri unë, sikur të mos kisha përgjegjësinë e çështjeve të besimtarve. Pastaj, a i vdiq. Omer ibn Abdul Azizi. Bashkëshortja e Omer ibn Abdul Azizit, Fatime bint Abdul Malik, ka thënë: gjatë sëmundjes së tij, para se të vdiste, e dëgjova Omerin duke thënë: o Allah, fshihe vdekjen time nga ata, madje qoftë edhe për 1 minutë. Kur sëmundja e tij u rëndua, i thash: do t'hyre vetëm, sepse nuk po mundesh të flesh. Kështu dola jashtë dhe ula tek dera e dhomës. E dëgjova duke lexuar ajetin: sa për shtëpinë e botës tjetër, ne do ta caktojmë atë për ata që nuk kërkojnë as madhështi e as nga të rresa në tokë. Përfundimi i mirë është për ata që ruhen nga të këqijat. Kuran, El-Kasas 83. Ai vazhdoi të përsëriste atë, derisa zëri u dobësua dhe në fund u ndal. Hyra në dhomë dhe i gjeta të vdekur. Ai e kishte kthyer fytyrën ka kibla. Kishte vendosur njërin nga duart e tij mbi gojen e tij dhe tjetrën mbi sytë e tij. Të devotshmit nuk ndihen mirë në momentin e vdekjes për shkak të ndarjes së tyre nga veprat e mira. Ata do të dëshironin të kishin jetuar më gjatë, me qëllim të mbledhjes të sa më tepër furnizimeve, të ngritjes së një shkalle më të lartë, të shtimit të veprave të mira dhe të shlyerjes së tyre. Abdurrahman ibn el-Esbedi. Kur Abdurrahman ibn el-Esbedi po përjetonte agoninë e vdekjes, ai qahu. E pyetën: çfarë të bën të qash kur ti je njeri i shquar në adhurim, për ulësi, devotshmëri dhe nënshtrim? Ai tha: pasha Allahun, po qaj sepse po ndihem i pikëlluar për namazin dhe agjerimin tim. Pra, kur vdes, nuk do t'i kryej më këto 2 vepra. Ai pastaj lexoi Kur'an derisa vdiq. Abdullah ibn Mubareku. Dhimbjet ju shtuan Abdullahut në çastet e vdekjes, derisa i humbi vetëdia. Ai tha: le të punojnë vepër mirët për këtë lloj shpërblimi. Nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush përveç Allahut. Shpirti i tij u largua, posa e tha këtë. Jezid el-Rekashi. Sa i përket Jezid el-Rekashit, kur i ofrua vdekja, ai filloi të qante dhe tha: kush do ta fal namazin për ty pasi të vdesësh? Kush do ta gjëroj për ty? Kush do të kërkoj falje për mëkatet e tua? Pastaj ai e tha dëshminë dhe filloi të madhëronte Allahun. E përmendi Allahun derisa vdiq. Këto janë momentet e vdekjes së atyre që e kujtojnë Allahun vazhdimisht. Ata i lanë shtretrit e tyre të ngrohtë natën. Janë të përmbajtur nga të këqija të ditën, dhe kur t'u vi vdekja, Zoti i tyre është i kënaqur me ta. Këto janë momentet e vdekjes së besimtarve, ndërsa ajo që e kanë gjetur te Allahu është më e mirë dhe e përhershme. Vdekja nuk bën dallim midis të vjetrit dhe të riut, të pasurit dhe të varfrit, robit dhe zotërisë. Ibn Asakir. Në një tregim tjetër për vdekjen, Ibn Asakiri, imam dhe adhurues i devotshëm, kishte marrë abdes dhe ishte ulur në teshehud, kur tha: jam i kënaqur me Allahun për Zotin tim, me Islamin për fen time, dhe me Muhamedin alayhi salam për pejgamberin tim. O Allah, më mëso argumentin tim, më mbro nga gabimet dhe ki mëshirë në betëmin time. Pastaj ngriti sytë dhe tha: ve aleikum selam, dhe ndërroi jetë.